10 nëntori, dita ndërkombëtare e shkencës, sigurisht që shkenca ka thënë shumë dhe thot shumë në këtë kohë moderne për mënyrën se si është zhvilluar, si vjen, por edhe paraqikimet që janë për të ardhmen. Për të folur në lidhje me këtë ditë ndërkombëtare dhe në veçanti për atë se çka zhvillohet në Universitetin Fan Stilianoli në qytetin e Korçës, kemi të ftuar në studio doktoren e shkencave Blerina Çeliku, përgjegjëse departamentin e informatikës në këtë universitet. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Mirëmëngjes Mikel, përshëndetje, faleminderit për ftesën. Kënaqësi të kemi, aq më tepër në një ditë kaq të rëndësishme siç është dita ndërkombëtare e shkencës. Tashmë shkenca ka thënë fjalën e saj edhe e thot në shumë sektor nga më të ndryshmet, pastaj është diçka që nuk po njeh të ndalur, në atë që sot kemi, por dhe që do të kemi edhe nesër. Dhe në këtë drejtim në universitet bëhet shumë, është kushtuar shumë rëndësi, ka marrë shumë vëmendje dhe do doja ta nisnim me pjesën e teknologjisë dhe kërkimit shkencor. Pra, një urrëlidhse, një binjakëzim që duket se po korr sukses. Patjetër, unë do desha ta nisim këtë, të themi bisedë duke përmendur një thënie të Rosalind Franklin, e cila ka thënë që shkenca nuk duhet dhe nuk mundet të jetë ndarë nga jeta jone e përditshme. Kjo është dhe arsyeja se gjithnjë më shumë të gjithë ne jemi jo të detyruar, por çdo gjë që ndodh në shkencë, një zbulim i caktuar apo një inovacion, një teknologji e re, dashje pa dashje, na ndikon dhe bëhet pjesë e jetës sonë. Dhe normalisht, për aq kohë sa një teknologji është efikase, është e dashur për përdoruesin, i lehtëson jetën, përmirëson të themi cilësinë e jetesës, patjetër që nuk duhet ta shohim të ndarë pra nga jeta jonë. Përsa i përket kërkimit shkencor, patjetër që kjo është një hapësirë dhe gamë shumë e gjerë, do duhen ndoshta me orë të tëra që të flasim, por edhe shumë persona të tjerë që të shohim të gjitha ato ngjyrimet, por kërkimi shkencor pak a shumë është e njëjta gjë, pavarësisht disiplinës edhe fokusit që ajo ka. Kërkimi shkencor ka të bëjë me atë çka ne duhet të dimë paraprakisht, pra për të qenë gjithmonë në kohë, për të qenë gjithmonë i updateuar, për të qenë gjithmonë gati për të përshtatur me atë çka na vjen pra në vitet e ardhme. Dhe patjetër që teknologjia e lehtëson këtë pjesë. Dihet që mjetet që përdoren pajisjet sot janë të shumta dhe fal teknologjisë ato po përdoren pra qoftë nga njerëzit e thjeshtë, por patjetër që në universitet kjo është kryefjalë, pra përveç mësimdhënies. Më falni, një ndër gjërat e rëndësishme që duhet bëj pra një pedagog i thjeshtë është kërkimi shkencor. Dhe ajo më pas nuk i shërben vetëm individit, por edhe ambientit akademik, por patjetër që duhet i shërbej palës të tretëve, pra mjedisit përreth, njerëzve të thjesht, biznesit e tjerë. Aq më tepër pastaj që është dhe një investim për të ardhmen, sepse fusha e kërkimit shkencor është e lidhur pikërisht me atë që ne duam sot, por dhe atë që dëshirojmë të kemi nesër. Fal zhvillimit shkencor. Patjetër, është e lidhur ngushtë. Është sikurse citova dhe në fillim, është një diçka që nuk mundet dhe nuk duhet të qëndrojë pra ndar nga ajo çka ne përjetojmë pra në jetën e përditshme. Dhe patjetër që fokusi, njerëzit për cilët duhet punojnë pra në lidhje me kërkimin shkencor duhet jenë pra jo vetëm në numër, por edhe në pjesa e cilësisë, janë kapacitetet që janë të nevojshme. Dihet që në këtë pjesë duhet pra investim. Duhet investim se nëse nuk investon sot, nuk mund të presim që të kemi ato frytet që duam të na vinë në të ardhmen. Kështu që gjithmonë gjatë gjithë kohës është investim. Pra kemi paralelisht edhe një investim në lidhje me kapacitetet, me cilësitë e njerëzve, pedagogëve që merren drejt për së drejti me kërkimin shkencor. Domethënë dhe rritje kapacitetesh humane, por ndërkohë dhe rritje kapacitetesh të infrastrukturës. Është shumë e rëndësishme sepse nuk mund të ezaurohen, nuk mund të bëhen disa gjëra nëse nuk ke kapacitetet e duhura të infrastrukturës. Pra janë dhe ato kufizuese deri diku, por mendoj që në radhë të parë është pjesa e vullnetit dhe dëshira e mirë. Pra nëse këto dyja janë, vullneti dhe dëshira e mirë, patjetër që në kombinim më pas me infrastrukturën e duhur,
patjetër që të udhëheqin në një tezë të mirë pra të kërkimit shkencor. Pra krijohet një fushë e mrekullueshme, e harmonizuar për të arritur ajo që duhet të jetë. Dhe meqense jemi në kapacitetet, flasim për laboratorin Data Center, që është një pjesë infrastrukturore e kërkimit shkencor me shumë vlera, një laborator që ka arritur që të filloj punën e tij, pavarësisht se do të ketë një ecuri në plotësimin dhe në përmbushjen e plotë të tij. Patjetër, sikur se thash dhe në fillim, kërkimi shkencor në universitet sidomos është një punë e vazhdueshme, është një punë e cila karakterizohet nga bashkëpunimi pra midis, jo vetëm midis kolegëve të një departamenti, por midis departamenteve në një universitet, midis kolegëve dhe personave të cilën ndajnë të njëjtat interesa, jo vetëm në universitet, por edhe në gjërë pra në rajon. Bashkëpunimi në lidhje me data centrin erdhi pikërisht në formë të tillë. Kanë qenë disa komunikime tonat, pra si departament me kolegët tanë, të cilët ndodhen aktualisht jashtë shtetit. Një ndër bashkëpunimet e frytshme ka qenë me profesor Genci Capi, i cili është profesori robotikës në Universitetin Hosei në Japoni, dhe më pas këto bashkëpunime erdhën shumë natyrshëm, sepse pas bisedave që ne bëm në një mbledhje të dekanatit, dhe më pas kjo ushtri edhe në një mbledhje tjetër me dekan të fakulteteve të tjera të universitetit ton, ushtri kjo ide pra në lidhje me një qendër të dhënash e cila do të jepte mundësi të shtri pra kërkimin shkencor dhe të bëjë atë procesimin e të dhënave që sot është shumë i rëndësishëm në fusha të ndryshme që janë kritike pra dhe janë të rëndësishme qoftë për universitetin, qoftë për rajonin ton. Më pas erdhi bashkëpunimi me Këshillin e Qarkut, dhe kjo u konvertua në një projekt i cili rezultoi shumë i suksesshëm dhe që investimi i fondacionit Tika, i cili bëri të mundur që tashmë në universitet të kemi një data center. Është një laborator i cilësisë pra dhe me pajisje të fjalës fundit. Pra ato janë kompjutra shumë të fuqishëm. Kemi aty disa pajisje të cilat janë të domosdoshme për të kryer pra një kërkim shkencor në fushën e procesimit të dhënave, dhe kjo pastaj më pas do të shërbej kërkimeve në disa fusha, pra në fushën e ekonomisë, në fushën e bujqësisë, por edhe të kërkimit shkencor pra duke patur parasysh edhe atë prioritetin ose tezën e momentit. Çfarë do të synojë në ky laborator? Për kohën, pra përderisa flasim për idenë e hedhur, konkretizimin tashmë, dhe çfarë synohet në të ardhmen, gjithmonë duke marrë parasysh shtrirjen e tij në kohë dhe mënyrën se si ai do të zhvillohet nëpërmjet kërkimit shkencor. Një ndër sfidat për mënyrën se si do të funksionojë ky laborator është pikërisht kjo, pra mënyra se si do të punohet aty. Dhe në këtë sfond, në këtë aspekt ne jemi akoma duke punuar, sepse do të kërkojmë pra mbështetje edhe duke aplikuar në projekte jo thjesht kombëtare ose për projekte më të gjëra, pra në shkallë më të gjerë, jemi duke punuar në mënyrë që aty ne të kemi mundësinë e ndarjes, pra të dhënies së ekspertizës nga ekspertët të fushës, pra që kanë punuar me data centers, sepse funksionimi një qendre të tillë dhe një laboratori të tillë kërkon shumë punë. Pra nuk kërkon vetëm atë vullnetin e mirë dhe atë pranin ton këtu të departamentit ton të informatikës apo dhe kolegëve tan, por kërkon një ndarje dhe një bashkëpunim të vazhdueshëm me të tjerë ekspertë pra që e kanë tashmë atë përvojën e të punuarit në një data center. Pra edhe të kolegëve të universiteteve që janë jashtë vendit. Pra bashkëpunimet janë të domosdoshme, por do të kemi edhe kualifikim të njerëzve të universitetit, të pedagogëve që të rritin nivelin e punës në këtë laborator. Patjetër, sikur se thamë në fillim, kërkimi shkencor i shërben më së miri në qoftë se ti sjell një produkt apo një shërbim i cili më pas do të shërbej ekonomisë së vendit, do të shërbej bujqësisë së vendit e me radhë. Kështu që puna në këtë laborator do të jetë jashtëzakonisht e frytshme, që do thotë se në qoftë se aty parashtrohen të themi disa teza të cilat i shërbejnë një bujqësie më të mirë, një ekonomi më të mirë, mundësia pra për të punuar me këto pajisje e ofron direkt këtë pjesë, sepse aty do të jetë e mundur që të punohet me problemet e optimizimit, problemet e automatizimit, të cilat janë vërtet shumë të nevojshme sot edhe në fushën e ekonomisë, por edhe në fusha prioritare që
ka domethënë rajoni jon. Patjetër që është e mundur vetëm se duhet të gjetur, të themi, forma dhe ne jemi duke punuar për këtë. Pra duhen gjetur ato mënyra se si do të zhvillohet ky bashkëpunim, sepse një data center të ofron dhe një tjetër avantazh që është puna në distancë. Pra një person, një koleg ynë i cili është jashtë ose nuk është afër për momentin, mund të aksesoj, po. Prania fizike, pra nuk nevojitet prania fizike. Patjetër, dhe ndërkohë ne aty do të zhvillohet mësim me student të masterit shkencor i cili do të hapet vitin që vjen, pra në nëntor, kështu që aty do të zhvillohen punë reale, mbrojtje temash të studentëve, jo vetëm të masterit ton të shkencave kompjuterike, por edhe disa tema të cilat mund të jenë në bashkëpunim, pra studentë të departamenteve të ndryshëm, ku kërkohet ky procesimi i të dhënave, kërkohet pra një model i cili duhet të trajnohet me këta kompjutra, me këtë fuqi procesuese. Kjo është shumë e rëndësishme. Në momentin që këto gjëra mund bëhen, atje patjetër që çdo gjë që do të realizohet pra do t'i shërbej rritjes së kapacitetit akademik dhe zhvillimit më pas të stafit, por edhe më gjerë. Pra, si përfundim, mund të them me plot gojë që ky laborator data center do të vlej jo vetëm universitetit, por edhe gjithë rajonit, duke lidhur ngushtë studimin shkencor me fusha nga më të ndryshmet, bujqësia, ekonomia dhe çdo gjë tjetër, dhe do të sjellë risi për të bërë më të lehtë zhvillimin e këtyre fushave. Patjetër, mund ta themi me plot gojën që është një motor i nxitjes së një pune shumë të madhe që ne synojmë të bëjmë. Sa mirë. Ndërkohë që kemi pika të tjera të cilat në të ardhme mund t'i përmendim diçka se si do të vinë, duke u bashkangjitur jo vetëm këtij laboratori, por edhe le të themi politikave që universiteti ka në lidhje me teknologjinë dhe zhvillimin shkencor. Ne jetojmë në një kohë që më thënë është dinamike dhe është gjatë gjithë kohës në ndryshim, dhe jo se e kuptojmë këtë gjë sot. Pra ne jemi pjesë e ndryshimit gjatë gjithë kohës, dhe ajo çka është më mirë të bëjmë është që t'i përshtatemi pra këtyre ndryshimeve dhe gjërave të cilat tentojnë shpeshherë të bëhen më pak të rëndësishme ose më shumë të rëndësishme. Unë do desha të përmend këtu faktin që një ndër disiplinat e cila i qëndron dhe i reziston kohës dhe është shumë e rëndësishme për pjesën e shkencës, për njohjen e teknologjisë, ajo është matematika. Dhe unë këtu do dilja me një jo thirrje, por si të thuash një këshill, për aq sa mund të më lejohet tek të rinj që të duan shkencën nëpërmjet të mësuarit shumë mirë në radhë të parë të matematikës, pas fizikës, por edhe shkencat e tjera, për biologji, kimi e tjerë, por ajo shkenca e cila është drejt për drejt e lidhur me zhvillimin e teknologjisë që sot ne e kemi aq të pranishme, është pikërisht matematika. Sepse që të ecësh, të avancosh në shkencë, do të thotë që ti domethënë ti jesh i updateuar dhe të kesh të themi një tru dhe një mendje të stërvitur mirë. Por lënda dhe subjekti i cili të stërvit më mirë mendjen nga të gjitha është pikërisht matematika. Pra baza e asaj që sot shkenca përfaqëson lidhet ngushtë me matematikën. Unë do desha të përmend këtu, meqense jemi edhe në këtë ditë botërore, një ndër figurat, sepse patjetër që ka shumë emra në fushën e matematikës dhe të teknologjisë, por një ndër figurat e cila quhet pikërisht për ndërthurjen e disiplinave të ndryshme, por gjithnjë duke patur matematikën në bazë të kërkimeve që ai ka bërë, është John von Neumann. Arkitektura e kompjuterave që sot ne përdorim është pikërisht ajo që ai ka propozuar. Por ajo që e bënte të veçantë von Neumann ishte se ai gjatë gjithë kohës ndërthurte njohuritë pra nga disiplina të ndryshme, por gjithmonë duke pasur për bazë pra matematikën. Sikur sa ai e ka përmendur, matematika është forma më e lartë e mendimit të pastër, pra në fushën shkencore. Dhe gjithnjë ajo është pra mbetet, ka qenë dhe mbetet do të jetë në vazhdim një ndër bazat, nëse ne duam pra të kemi një zhvillim të mirë dhe një përgatitje të mirë të rinjve në fushën e teknologjisë. Urojmë që kjo të vlejë për gjithë ata të rinj që duan të përqafojnë teknologjinë dhe shkencën dhe ta marrin këtë si një këshill të mirë për t'ju përkushtuar dhe për të ecur në rrugëtimin e tyre për të ndërtuar një karrierë edhe një fushë profesionalizmi në të ardhmen e tyre. Patjetër.
Mirë, këtu e mbyllim, ishte kënaqësi që të kishim të pranishme në këtë ditë shumë të rëndësishme për shkencën. Siç e thatë edhe ju, ka shumë për të thënë, por ne përmendëm disa elementë shumë të rëndësishëm, duke treguar edhe për kushtimin që Universiteti Fan Silianoli bën në fushën e kërkimit shkencor, sepse është një element shumë i rëndësishëm që shkon gjithmonë me studimet akademike. Gjithmonë ka qenë i tillë. Vitet e fundit ka marrë më tepër vëmendje dhe duket se laboratori Data Center e dëshmon më së miri diçka të tillë. Patjetër, kënaqësia ishte dhe imja dhe sikurse e tham dhe në bisedë, ne bëjmë më të mirën që mundemi. Pra qoftë në punën tonë akademike, qoftë në atë çka mund të japim në lidhje me avancimin në kërkimin shkencor. Bëjmë më të mirën që mundemi në mënyrë që edhe ardhmja më pas që do të vijë të na përfaqësojë. Ju përgëzojmë për punën tuaj dhe ju urojmë suksese në të ardhmen. Faleminderit.